Në ç'është moment po jetojmë? Tani, që ka ardhur një akselerator linear 3 dhe ka bërë shumë mirë që e kanë sjell, është një lajm shumë i mirë sepse kam 3 vite që e them që Shqipëria duhet të ketë 4 ose 5 akselerator në mënyrë që të përballojë gjithë pacientët të cilët vojnë nga kanceri për të bërë rrezet e jashtme. Se çfarë bëjnë pacientët me ata 2 që kishim ne? Prishej njëri, do prisnin ata dhe një rrezë që rrezë që do duhet shkojë 28 ditë, shkonin për 3 muaj, për 2 muaj. Dhe ishte jashtë protokollit kjo. Çfarë bëjnë sjellin akseleratorin? E kanë sjellë që në 11 dhjetor 2025. Pra gati 5 muaj edhe nuk u vendosën punë. Po dilja unë përsëri përpara onkologjikut që çfarë po bënim atë akseleratorin mos e i hyn punë pacientëve. E vendosnin punë, çfarë ka se ishte pengi burokracive dhe i termave që do duhet kryeshin që ai vendosin punë. Del ministri atë hënën, shkon në QSUT, pas dreke, se thot aty s'ka rrallë, shikon sa bukur e kemi bërë, po pas dreke aty numri bie, sa aty është paradite problematik situata. Shkoj ministri në orën 8, në orën 9 aty. Unë në orën 8, në orën 9 jam për ditë. Të shkoj aty, ta shikoj dhe ta filmoj. Meqense do kështu, meqense pas ka punuar, po, vërtetën. Shkon ministri aty, inauguron, thot, bravo, pacientin e parë, po pacienti aty nuk ishte. Dhe ato filmimet që u regjistruan të hënën, jepen të mërkurën. Ditën e mërkurë, dhe thot aty pacienti i parë, etj. Burimet e mia, 100% besueshme brenda atij spitali, më thonë, jo, nuk ka pacient të parë, thot. Nuk kanë bërë, thot, asnjë pacient. Dhe dalë të bëj deklaratën, videon që shiko se ministria ka qenë, akseleratori do duhet një herë a i ka ministra gjithë dokumentat në dorë që është vendosur në punë, se nuk është një pajisje, hajde po bëjmë një ekspres këtu edhe vendosën prizë. Pra aty ke rezatim, ke ca protokolle, të cilat janë ndërkombëtare, po ministre meqense është e fushës, i njeh shumë mirë. Dhe unë pyes, a i ka bërë ministre, i kam çuar te kërkesë për informacion drejtorisë QSUT-s, sepse do pres atë përgjigje dhe në varësi të atyre përgjigjeve, edhe sido që të jetë, çështja mund të shkojnë në prokurori, sepse po gënjejnë, sepse po mashtrojnë dhe unë nuk di a është e duhur pajisja për të bërë rezetimin apo jo. Më lejo të bëj një pyetje të shpejtë naive këtu, për ata që po na ndjekin. Dhe për ata që janë smur në këto çaste. 18 maj ora 9. Akseleratori tani që po flasim. Punon? Ka një gjë. Flavio, është bërë një paciente ditën e mërkurë. Pasi unë kam bërë video dhe i kam sfiduar që nxirreni. Pra unë po do t'rregoj një dokument, nuk mund ta publikoj, por që ti të kuptosh situatën e frikshme që ndodhet. Shiko, është bërë në datën është e mërkurë, ministra pretendon të hënën. Tani o ministra po gënjen vet, ose ministren e kanë gënjur. Unë nuk e di ta thot ministre këtë gjën. Nuk ka pacient të hënën kur ka qenë ministrja. Është gënjeshtra e parë, është propagandë. Ti po mashtron publikisht. Duhet mbash përgjegjësi. Si mundet një ministre e cila vjen nga një eksperiencë ndërkombëtare me tituj, me një eksperiencë që ka qenë e fushës, profesionistë e tjerë dhe të gënjej në këtë formë. Ja, unë kam dokumentin zyrtar këtu. Kam emrin e pacientes e tjerë dhe shkruar dhe këtu. Shiko. Pra, domethënë, çfarë drejshim po ndodh dhe çfarë kanë bërë? Atë ditë, në mënyrë është kryer operacioni që FBI-ja do e kishte zili. Operacioni fshet. Me pak persona, kanë marrë një paciente, e kanë mbajtur aty për orë të tëra se nuk dinin si funksiononte makina. Akselerator linear 3 nuk dinin ta ngisnin more. Pra unë të marr një Ferrari tani, edhe tentoj ta ngas e tjerë. Jo, mos unë nuk e di, ose një kamion, ose nuk e di një tren. Pra nuk e ngjet do duhet të kesh specialistët, ekspertët dhe është bërë kështu brenda një qarku shumë ngushtë personash. Unë nuk e di tani për efektshmërinë e punës, sepse janë njerëz që nuk e dinin more se si funksionon kjo pajisje. Nuk kishin eksperiencë, nuk janë të trajnuar. Pse marr një ekspert nga jashtë? Një ekspert të fushës që të bëjë gjëja. Pse gjithë ky pra ti u vonove 5 muaj? Pse të duhet që një javë apo 2 javë tjetër që ti të marrësh kohën dhe ta bësh gjën siç duhet? Se ka një gjë, ti më pyete mua sa sot trajtohen ke ky akselerator i cili është nga dy të tjerët më i miri dhe në teknologji. Pra, pacientët do përfitojnë shumë dhe drejtoresha e QSUT-s thot aty 50 pacientë të tjerë do marrin trajtim nga kjo pajisje. Por pikpyetja është, nga i moment që kjo pajisje është vënë punë, sa pacientë janë duke marrë trajtim? A janë duke marrë 50, sepse ti e vendos një pajisje në punë, pret që aty të trajtohen 50 pacientë. Sa trajtohen sot pacientë aty? 1 apo 2?
Sepse i bie që nëse ky pacienti që unë të tregova e ka nisur trajtimin, ai duhet ta bëj për ditë. Nuk është që e bëri të mërkurën, zot ta bëj të premten, jo, e ke 28 ditë të drejtë për drejta.